Njohja me veshje tradicionale të zonës së Shkodrës dhe trashëgimia e tyre për brezat e sotëm dhe të ardhshëm ishte objekt i kursantëve të shkollës së drejtorëve pranë gjimnazit Osokuka Shkodër. Ata bashkëpunuan për këtë me Muzeun Historik të Shkodrës. Organizojmë një sfilat me veshjet kombëtare të zonës së Shkodrës dhe të Zadrimës, sfilat të cilën e zhvillojnë nxënësit e Osokukës në mbështetjen e aspirantëve të shkollës së drejtorëve, grupi që ka pasuru muzeun e gjimnazit Osokuka. Dhe është kënaqësi, meqense edhe në qytetin tonë kemi shtëpinë muze Osokuka, ta zhvillojmë në këto ambiente për të trashëguar edhe më tepër traditat dhe vlerat tona kombëtare të brezit i ri. Po bëjmë një punë të vogël për të përcjellë një mesazh të fuqishëm se vendi ynë është jashtëzakonisht i pasur. Për sa i përket pjesës së traditës dhe nëse kemi një pasaportë zyrtare me të cilën prezantohemi para botës, në fakt pasaporta fikse e shqiptarëve janë traditat, zakonet që na kanë lënë të parët tanë. Ky projekt është shumë i rëndësishëm për ne si aspirant që të edukojmë në brezat e ri kulturën dhe traditën e trashëgimisë kulturore. Pra nxënësit të njohin nga afër vlerat, kulturën dhe gjithë historikun e brezave që kanë kaluar dhe ta trashëgojnë tek brezat e ardhshëm. 3 aspirantet e këtij grupi kanë vendosur që të bëjnë një projekt në lidhje me traditën dhe ruajtjen e vlerave kombëtare. Për këtë gjë, grupi i aspirantëve ka vendosur që në kuadër të këtij projekti t'i dhurojë shkollës disa kostume popullore në mënyrë që t'i bashkohen edhe kostumeve të tjera që shkolla Osokuka ka dhe që në këtë mënyrë të kontribuojmë në ruajtjen e vlerave kulturore dhe të veshjeve kaq të bukura që ne kemi. Gjatë këtij aktiviteti, gjimnazistët e përfshirë në këtë veprimtari paraqitën veshje tradicionale në disa mënyra në përshtatje dhe me pamjet dhe mjedisin që ofron Muzeu Historik i Shkodrës.